krimet të UÇK-s, urdhra për vrasjet, sapo përmendet që 2 ju dolën nga bagazhi spiun. Keni parë që kanë dhënë urdhra këta komandant për vrasje spionësh? Duhet kemi një gjë parasysh. Se ne po ngatrojmë luftën në fakt me shfaqje baleti, po. Unë u thash, ishim 13 antarë shtabilishëm, 8 ishin oficera, karrieri, 5 ishin intelektual. Çdo vendim merrej në mënyrë kolegiale. As Bislimi s'ka dhënë kur urdhër në kokë të tij pa konsultuar me ne, as unë dhe as Drini, që ishim zëvendësat e tij. Çdo gjë merrej me vendim kolegial. Dhe vendimet janë bërë, në këto vendime as Hashimi s'ka qenë asnjëherë, asnjë antar tjetër i drejtorisë politike s'ka qenë prezent në marrjen e këtyre vendimeve, prandaj gjyqi në Hagë është gjyq politik. Sepse merret vetëm drejtoria politike. Dhe Kadri Veseli që ishte dhe antari i drejtorisë politike, që për të zbuluar armikun, dhe ky votonte, por nuk ishte mendime kishte çdo vendim për dhënien e urdhrit, sepse nuk ishte specialist për këtë. Ai kishte funksionin e vet. Ishim ne antarët e shtabit përgjithshëm, ne ushtarakët që i merrim këto vendime. Kështu dhe çdo gjë është protokolluar. Bile hapëm ditar veprim ushtarak. Aq më tepër duke pasur parasysh që ishit oficer dhe i dinit ligjet e Konventës Gjenevës. Sa faleminderit që më dorët këtë takim. Në Konventën e 2 të Gjenevës, të 12 gushit të vitit 1949, përcaktoi 4 pika. Në të gjitha lëvizjet për rezistencë, pranohen në qoftë se plotësojnë 4 kushte. E para, thot, të ketë një përgjegjës që të përgjigjet për varësit. E kishim, që shtabi përgjithshëm. E dyta, thot, të kenë një uniform dhe shenja dalluese nga larg. E kishim dhe uniformë dhe shenjën UÇK dalluese, se çdo ushtare kishte në cup. Edhe kishim kapele, edhe në cup, edhe në kapele. E treta, të mbajnë me armët hapur, do të mos i mbajnë armët fshehur, të dalin me kemi në krah. Po. E katërta, thot, të zbatojnë rregullisht të gjitha traditat dhe zakonet e vendit. Dhe ne unë më vjen keq që zoti Rubin tha që s'ke rregull të ushtria. Bile nuk i falet zoti Rubin për një gjë. Gruaja e tij ishte një nga gazetarët më të shkëlqyera të CNN-it dhe dhe në Kosovë erdhi bashkë me Rubin dhe ajo kishte përvojë të jashtëzakonshme. Kam idenë që Rubin e thot më tepër në kontekstin që si ushtri nuk kishte një komunikim të çastit, të momentit. Jo, nuk e kisha atje. S'ka fajaj. Se këta që vajten janë në Hagë. Këta. Kanë thënë që s'kishim shtab përgjithshëm, ishin pavarur komandantë zonave. Domethënë s'mbajmë në përgjithësinë. Pra më huan shtabin e përgjithshëm dhe që përveç që më huan shtabin e përgjithshëm. Ku janë dokumentat e shtabit përgjithshëm? Na i mori KFOR-i kur kthyem në Prishtinë. Dhe e di që i ktheu pas tërmojsh, po unë në këtë periudhë vajta shefi kabinetit ministrit mbrojtjes dhe s'isha më në shtab përgjithshëm. Ku janë këto dokumenta? Dhe mbrojtja, ç'bën mbrojtja? Pse s'ja kërkon KFOR-it, se KFOR-i dhe po i ka kthyer, ka mbajt kopjet. Pse s'ja kërkon KFOR-it? Dokumentet e shtab përgjithshëm. Çdo gjë është e protokolluar me orë, me datë, me minuta. Kush e dha urdhën? Nuk janë paraqitur në gjyq akoma. Më nuk gjendën, i kërkova unë se as në arkivin e Kosovës. Pra të gjitha mbledhjet dhe shtabi të UÇK-s që kanë qenë me protokoll. Marrë dhe urdhë, jo mbledh vetëm mbledhje. Urdhat, merrim njoftim nga filan zonë, kemi këtë situatë, jepim urdhën neve, të bëhet kjo. Pra urdhat jepeshin 100 urdhra në ditë. Të gjitha protokolloheshin. Prandaj është gjyq politik dhe fajin e kanë vetë, se për të lehtësuar, si ja dhënë se nuk përgjigjeshin neve, domethënë nuk kishim autoritet ne të komandonim zonat dhe nuk na pjesën e komandat e zonave. Pra kjo është një, se thot një jurist francez, e thot bukur shumë, gjyqet janë pafundme kur të dy palët janë fajtore. Prokuroria është fajtore se niset me fashëthemet e Serbisë. Këta janë fajtorë se nuk po marrin dokumentet e shërbërisë. Ç'i bën?
mund të ketë një hile këtu, ata të më falin. Mos valësh bërë që ne të katërt e shkruam Kosovën? Sepse flasë ndryshe, kjo është një tradhti e madhe. Të humbasësh dokumentat e Shtaj Berishëm, nëse të shuhet lufta, s'ka pas luftë. Historia do dokumenta. S'do llafe. E vërtet, pra nuk ekzistojnë dokumentat. Juve thoni që ka pasur dëshmi dhe ka pasur proces verbale. Dhe gjyqet janë bërë me protokoll. Dhe drejtorisë juridike të Shtaj Berishëm erdhi edhe në betejën tonë, në betejën mbrojtëse që bëm 12 ditë. Një Sokol Dobruna. Dhe ai në një gjyq më ka marrë dhe mua. Në një gjyq që për robërit që ka për robër sërb. Dhe ka majtë për kuriozitet, jo për të parë. Kishim 4 ushtar sërb, ardhë rezervist nga Beogradi. U dha dhe telefonin për të folur me familjen. U dha dhe telefonin të flisë me familjen. Dhe këta thonë kemë bërë krimi. Dhe duhet dhe një gjë, që në qoftë se janë vrarë sërbë, të gjithë sërbët e vrarë nga USHK janë mbas lufte, në qoftë se janë vrarë, janë të moshës mbi 30 vjeç. Dhe asnjë femër nuk thuhet që janë vrarë dhe një femër. Domethënë se janë këta që kanë bërë krime dhe mund të ketë vrarë X dhe Y që ka vrarë nënën, baban, vëllain, motrën. Sepse këto dëshmi nxjerr, sepse Serbia ka çuar një dosje me 62.000 faqe në Hag. Dhe mbështeten vetëm te dosja e kësaj dhe të dëshmitarët e fshehtë shqiptar. Prandaj gjyqi është i padrejtë. Është gjyq politik. Këta s'ka rasti dokument. Dhe gafa tjetër që bën këmbë, i morën vetëm avokat mbrojtës të huaj. Si s'morën një avokat mbrojtës nga Kosova? Që thotë ku janë dokumentat? Se ushtria është kështu.